Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit të shtatë, po takohemi sërish bashkë në një edicion të ri të emisionit frontal me shumë informacione për shkak se ka pasur zhvillime të shumta sot në ditën e parë kur është krijuar qeveria e re, po ashtu edhe kuvendi ka pasur mbledhjen e parë qeveria Kurti 3, po ashtu edhe kryesia e kuvendit është mbledhur në orën 15 dhe ka vendosur për një seancë e cila pritet të mbahet sonte në orën 19. Zhvillime ka pasur edhe në gjykatën speciale, atje ku tash janë duke vazhduar fjalën përfundimtare avokatët të mbrojtës dhe mund të themi se po vazhdon edhe çmontimi i prokurisë nga deklaratat dhe ato se çfarë po ofrojnë avokatët të mbrojtës. Për të diskutuar për zhvillimet në Kosovë, mirë po me tekste veçantë për zhvillimet në Hagë, në pjesën e dytë të emisionit frontal, do të flasim me Petrit Selimin, ish ministër i punëve të jashtme. Do të kemi shumë informacione, por para së gjithësh, titujt kryesor. Avokati Kadri Veseli vazhdon deklaratat përmbyllëse dhe çmonton prokurorin, Parlamenti Shqiptar me rezolut për UÇK-n. Qeveria Kurti 3 mban mbledhjen e parë miratohet buxheti e marrëveshjeve ndërkombëtare pas tyre radha e presidentit. Kryesia e re e kuvendit cakton seancën e parë për sonte në rendite rezoluta për UÇK-n. KQZ rekomandon 18 deputet të rinj që zëvendësojnë ministrat e emëruar disa për herë të parë në kuvend. Emisionin frontal për sot e nisi me mbledhjen e parë të qeverisë Kurti 3, mbledhje kjo e cila është mbajtur sot paradite. Kryeministri Albin Kurti në këtë mbledhje të qeverisë tha se do të përfundojnë ratifikimin e marrëveshjes ndërkombëtare dhe buxhetin, pastaj diskutojnë për presidentin. Pas gati një viti, por i kthehet fuqiplot në vendin e tij të punës. Vetëm 12 orë pas votimit si kryeministër, Albin Kurti ftoi kabinetin e ri qeveritar në mbledhjen e parë. E pasi ju uroi mirëseardhjen atyre që nuk ishin pjesë e ekzekutive të kaluar, shtoi se është optimist për suksesin që do ta kenë. Përvojën që kemi fituar, së bashku me ekspertizën dhe dijet tuaja profesionale, më bëjnë besoj se ky kabinet i ka të gjitha parakushtet që tjetë kabineti qeveritar më i suksesshëm në historinë e re të Republikës sonë. Ndonse takimi do duhej të ishte ceremonial, tregoi se megjithatë dita e parë e punës i mblodhi për miratimin e marrëveshjeve ndërkombëtare. Plani i rritjes Bashkimit Evropian në vlerë prej 882.6 milion euro dhe 3 marrëveshje me Bankën Botërore në vlerë mbi 120 milion euro. Po ashtu arsye e rëndësishme e takimit ishte edhe riprocedimi në kuvend i projektligjit për buxhetin 2026, i cili ishte miratuar edhe në tetorin e vitit të kaluar. Është buxhet me vlerë prej 4 miliardë euro, ku për komunat e Kosovës parashihen 867 milion euro. Ky buxhet e përmban edhe pagën e 13 për punëtorët e sektorit publik që paguhen nga buxheti, pagë e cila do të paguhet sapo të hyjë në fuqi ligji i buxhetit. E prej së premtës, Kurti tha se do filloj kontaktet me subjekte tjera edhe për çështjen që duhet përfunduar para 5 marsit. Por sa të përfundohen këto, jam i gatshëm që nga nesër të fillojmë kontaktet dhe diskutimet me subjekte tjera politike për çështjen e presidentit. Kur përfundoi adresimin para mediave, kabineti i ri ekzekutiv Kurti 3 miratoi unanimisht të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare si dhe projektligjin për buxhetin. Me që jo i ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Dhe pas përfundimit të kësaj mbledhje, para gazetarëve doli ministri Hekuran Murati, i cili provoi të arsyetojë rritjen e ndjeshme të numrit të ministrave. Pas miratimit të marrëveshjeve ndërkombëtare dhe projektligjit për buxhetin, doli para gazetarëve. Aty ministri i financave dhe transfereve, Hekuran Murati, shpjegoi se pse nuk i morën 5 vendimet e para që i kishin proklamuar një kohë të gjatë. Ndërtoa dhe heqja kuvizimit për punësim për veteranët e luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Qenë se kemi disa marrëveshje të cilat kanë pasur afat skadence, pra është nesër është skadimi afatit të marrëveshjes prej 90 milion eurove, ne është dashur që në këtë mbledhje pra ta shfrytëzojmë dhe ti miratojmë së paku këto çështje financiare, ndërkaq në ndërkohë
pra ministrat e ri, tani edhe ata që vazhdojnë, do t'i marrin përsipër detyrat në mënyrë që në mbledhjet e radhës pra të sjellim edhe vendimet që parashihen, pra në ato top 5 vendime. Ndërkohë në mbledhjen e ekzekutivit u tha se paga 13 do jepet për punëtorët e sektorit publik pas miratimit të buxhetit në lexim të dytë. E Murati njoftoi se kush kualifikohet për të. Kjo parashihet që paga e 13 pra vjen për ata që i kanë marrë 12 paga. Në fjalë tjera, nëse dikush ka filluar ishtazi, do ta marrë pagën e 13 në vitin e ardhshëm. Kështu që kjo është e paraparë, pra që paga e 13 paguhet për punëtorët që marrin pagë nga buxheti i shtetit, por që kanë punuar së paku 12 muaj. Murati arsyetoi edhe rritjen e numrit të ministrive në kabinetin e ri qeveritar, ndonse dikur LVV-ja kritikonte pushtetet e kaluara pikërisht për këtë. Edhe kritika dhe argumenti ka qenë që të mos ketë ministri apo dikastere të cilat bëhen sa për të akomoduar koalicione të gjëra që bëheshin të kaluara. Pra kishte ministri që kishin 7 zëvendësministra, 5 zëvendësministra, pra do shta jo aq e nevojshme. Por ishin bërë që të akomodoheshin koalicione të gjëra. Për dallim nga këto tema, ai nuk u përgjigj dhe kur u pyet se a e mbështesin presidenten aktuale për mandatin e dytë në krye të shtetit. Kryeministri do të filloj pra konsultimet dhe diskutimet me subjektet e tjera në mënyrë që të tejkalohet pra edhe sfida e radhës që na pret, që është çështja e zgjedhjes së presidentit apo presidentes. Hekuran Murati ka qenë edhe në qeverinë Kurti 2 pjesë e kabinetit qeveritar. Shumica prej ministrat janë pothuaj të njëjtë, ndonse i kanë ndruar dikasterët, mirë po ka edhe emra të rinj të ministrar dhe ministri të reja. Për udhëhecën e re që të njëjtën e ka ditën e parë të punës se erdhi një buqet me lule. Pasaj rulla qekut në krye të Ministrisë së Kulturës tash do t'jetë Saranda Bogujevci. Lule që erdhën paradite në Ministri të Kulturës duket se ishin për të, ndonse ajo su pa duke hyrë në objekt. E pararë si Bogujevci, qeku nga kjo enjte do të marrë në udhëheqje Ministrinë e Arsimit, kështu duke lëmë pa post ish ministrën e tash deputetën Arbrien Agavci, cila në ditën e fundit të punës falenderoi stafin. Dorëheqje nga posti i ministrit Libor Naliu pati dhënë për shkak të zgjedhjes së Dima Albashës krye kuvendar. E tash pikërisht ky i fundit do të jetë në krye të Ministrisë së Infrastrukturës. Me mëngjes detyrën si ministër i jashtëm e mori Glauko Njufca, të cilit për hajrja bëri pararësi atij Donika Gërvalla. E kjo e fundit detyrën që ju caktua të mërkurën brama e nisi me njëherë. Si ministre e drejtësisë, Gërvalla u takua me sekretarin e shtetit parlamentar në Ministrinë Federale të Drejtësisë dhe Mbrojtjes së Konsumatorit të Gjermanisë. 5 vitet e kaluara ishin përplot me sfida sukses. Post ekzekutiv spati në qeverisjen e fundit, por tashetutje Mimoza Kusari do të jetë ministre e tregtisë. E për këtë përgjegjësi që ju besua, ju shfaq e lumtur. Udhëzues për secilin veprim të mëtutjeshëm. Të tillë ministri spati në 4 vjeçarin e kaluar, por në qeverin Kurti 3 ministër për punë, familje dhe vlera të luftës çlirimtare do e ketë në krye Endin Hotin. Për ta mbrojtur mjedisin përdor shumë biçikletën, andaj Kurti duket se u bën që ministrin për mjedes ta ndaj për fitore Pacollin. Një Mitrovicas tjetër pas Faton Peci do të jetë në krye të Ministrisë së Bujqësisë, ai është Armend Muja. Derisa një bashkëpartia ki Pecit, Blerim Gashani do të drejtoj ministrinë në vete, tashmë atë të sportit. Krahas emrave të ri e ndryshimeve, disa nuk u prekën nga pozitat. Në shëndetësi do të jetë sërish Arben Vitia, në mbrojtje Jup Maqedonci, në Ministrinë e Financave Hekuran Murati e në të ekonomisë Artane Rizvanolli. Edhe Ministrinë e Administrimit dhe Pushtetit Lokal do të udhëheqë edhe 4 vjet Elbert Krasniqi e atë për komunitetet dhe kthim Nenad Rashiq. Zavendës kryeministër i tretë për çështjet e pakicave dhe bashkëpunim do të jetë ai që humbi mandatin e deputetit pas rinumërimit Fikrim Damka. Ai bashkë me disa nga kolegët e qeverisë është në nënhetime nga organet e drejtësisë, e kjo duket se Kurtit si pengoj. Nuk do duhet të përfshi ministrat të cilët potencialisht mund të përfundojnë edhe me akt akuzata. Në mesin e këtyre janë disa ministra ndaj të cilëve janë duke u zhvilluar hetime. Në mandatin e tij të tretë, Albin Kurti rriti numrin e ministrive nga 16 në 20, derisa brenda kabinetit të tij nuk përfshiu kësaj here ish zëvendësin e tij dhe njeriu kryesor në dialogun Kosovë-Serbi, Besnik Bislimin. Por këta zyrtar televizjes vetëvendosë dhe të listës guxo janë bërë ministra, janë liruar vendet për deputetët të rinj të cilët kanë qenë në pritje.
Po kush janë këta 18 deputet të rinj të cilët që nga sot pra do të betohen si deputet të rinj të Parlamentit të Kosovës? Ulset e deputetëve i liruan për t'i zënë ato të ministrave. 18 nga 21 sa janë gjithsej në kabinetin qeveritar fituan vota të mjaftueshme për ligjvënës. Vendet e tyre do zëvendësohen nga kandidatët për deputet që mbetën jashtë parlamentit pas garës elektorale të 28 dhjetorit. I pari ndërtar tek Zanazemi, asamblisë në komunën e Prishtinës, i cili do ta zëvendësoj ulsen e kryeministrit Albin Kurti. Vendin e kryediplomatit të ri të Republikës në Kuvendin e Kosovës do ta zë Farush Rexhepi, një nga aderimet e fundit në këtë parti. Bajram Avriqi do të jetë sërish deputet në legjislaturën e 10 pas lirimit të vendit nga Ekoran Murati. Ish deputetët në legjislaturat e kaluara si Luana Liu, Dritan Hyseni, Enver Dugolli, Arjeta Rexhepi, Mytahera Skuka, Bylbit Sokoli e Fridan Lala do të rikthehen edhe një herë në Kuvendin e Kosovës. Për genocidin që bëhej kundër popullit ton. Ajo që dikur dëshmoi kundër kasapit të Ballkanit në Hag, në seancën e radhës të Kuvendit të Kosovës, Afërdita Hajrizi nga partia Guxha do zyrtarizohet si përfaqësuese e popullit. E jo Pameti Ilir Qeriqi do të jenë emrat e rinj të përbërjes së re të parlamentit. Ngjashëm edhe Avdullah Klinako nga Demokracia Konservatore që garojnë brenda VV-s, ja bën sef të parlamentit, gjë që s'kishte arritur nga koalicioni me AK në nismën. Edhe ish ushtarja njësi speciale të UÇK-s Mimoza Shala do të jetë deputet e re duke zënë vendin e Dim Albashës në legjislativ. Lazar Adullović në vend të Nenad Rashiqit e Ibrahim Shabani në atë të Rasim Demirit e kompletojnë listën prej 18 deputetëve të rinj që do të betohen në seancat e radhës të Kuvendit të Kosovës. Ndërkohë tash dihen edhe kush do të jenë shefat e grupeve parlamentare për Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Arjan Tahiri do të jetë pra shef i grupit parlamentar të PDK-s, Jehuna Lushaku do të jetë shef i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, kurse pozitën e shefit të grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës do ta ketë Besnik Tahiri. Ndërkohë ende nuk dihet se kush do të jetë shef në grupin parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje. Të dërgohet kryetarit kuvendit jo më vonë se 7 ditë nga dita e seancës konstituive. Ligji u jep 7 ditë kohë pas konstituimit të kuvendit, por disa parti nuk pretën as kaq. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në krye të grupit parlamentar vendosi deputetin Besnik Tahiri, i cili do ta zëvendësoj kolegën e tij Time Kadriaj. Kjo u bë ditur nga një video që u postua nga Daud Haradinaj, ku edhe i uroi Tahirit për detyrën e re. Kryetarin e Gjakovës, deputetën Time, shefin e ri grupit parlamentar Besnik Tahiri, Bek Berishën, Albana Bityqi. Dhe urime suksese, Besnik prit dhe marrë aty si shef i grupit. As Lidhja Demokratike e Kosovës nuk humbi kohë. Kryetari Lumir Abdigjiku të Ajnë njoftoi se Jehona Lushaku Sadriu do të jetë tashetutje në pozitën e shefës së grupit parlamentar. Ajo zëvendëson Hykmete Bajramin, e cila pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit dha dorëheqje nga pozitat partijake. Abdigjiku shprehu besim të lartë për Lushakun. Jam i bindur se në këtë përgjegjësi të re do të udhëheq grupin parlamentar me përkushtim, korrektësi politike dhe respekt për njerëzit me të cilët punon. Mbi të gjitha, do të përfaqësoj Lidhjen Demokratike të Kosovës me dinjitet dhe do ta bëj krenar çdo mbështetës tonin, ashtu si edhe vetë qytetarët e Kosovës për përfaqësimin parlamentar të LDK-s. Edhe Partia Demokratike e Kosovës ka ndarë kartat e saj. Për të shtatë, Vlora Qitaku konfirmoi se Arjan Tahiri do të udhëheqë grupin e deputetëve të këtij subjekti politik, ndërsa Blerta Deliu do të jetë zëvendëse e tij. Ndërkohë Lëvizja Vetëvendosje ende nuk kanë zbuluar emrat e tyre. Kurse sot gjatë ditës është mbledhur kryesia e Kuvendit të Kosovës dhe ka vendosur që sonte në orën 19 të mbahet një seancë. Në mes të pikave që janë parapar do të jetë edhe rezoluta në mbështetje të krerëve të lartë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Të parët që erdhën janë nënkryetaria dhe shefi i grupit parlamentar nga radhët të PDK-s. Kështu një nga një filluan të vinë edhe përfaqësuesit e partive tjera në mbledhjen e parë të kryesisë së kuvendit. I fundit madje pasi u mbyll dera, erdhi edhe nënkryetari nga lista serbe Slavko Simić. Eftuar nga kryetaria Real Belena Haxhiu, këta patën para vetes vetëm një pikë të rendit të ditës, propozimi për formimin e komisioneve parlamentare.
Pas rreth një ore në takim, kryeparlamentarja njoftoi se vendosen që në orën 19 të mbajnë seancë për jetësimin e komisioneve. Pas miratimit në seancën e sotme e të jashtëzakonshme, që do të mbahet në orën 19, do t'i ketë 16 komisione parlamentare, pra 4 komisione të përhershme dhe në anën tjetër 12 komisione funksionale me nga 11 antar, me përjashtim të Komisionit për drejtat dhe interesat e komuniteteve me 12 antar. Pra ndarja e komisioneve, sipas formulës, është bërë sot. Haxhiu po ashtu tregoi paraprakisht për numrin e komisioneve që do kryesohen nga secili subjekt politik. Vetëvendosja do të kryesojë 9 komisione parlamentare, LDK-ja 3 komisione, LDK-ja 2 komisione, lista serbe 1 komision dhe grupi multietnik do ta kryesojë 1 komision. Përveç saj para mediave doli edhe Besnik Tahiri i AK-s që njoftoi edhe për 2 çështje tjera. Pas komisioneve parlamentare shtoi se u dakorduan edhe për një rezolut për ish-krerët e UÇK-s. Kuvendi i Kosovës do ta miratojë në orën 7 sa i përket çlirimtarëve tonë, të cilët gjenden padrejtisht në Hagë, nga Aleanca për Arminë e Kosovës ka një dakordim me tekstin e kësaj rezolute. Përveç tyre do trajtohen edhe ndarjet buxhetore për muajin mars të miratuara nga ekzekutivi gjatë ditës. Edhe Kuvendi i Shqipërisë është mbledhur sot dhe ka miratuar një rezolut për pafajësinë e ish-liderëve të UÇK-s. Madje ndër të rrallat tërë ka qenë sot momenti kur demokratë dhe socialistë janë përbashkë. Përplasjet në këtë legjislaturë kanë të vazhdueshme, por ndryshe ndodhi këtë enjtë në seancën e Kuvendit të Shqipërisë. Pozitë e opozitu dakorduan për një pikë për të votuar së bashku rezolutën për pafajësinë e krerëve të UÇK-s. 92 parlamentar vendosën pro e përmbajtjen e saj e shpalosi deputeti Ikli Hasani. Rithekson se ushtria çlirimtare e Kosovës ishte një lëvizje legjitime çlirimtare që luftoi për drejtat themelore të njerëzit, për liri, dinjitet dhe vetëvendosje të popullit të Kosovës, në përputhje me parimet e drejtës ndërkombëtare dhe Kartës Kombeve të Bashkuara. Kuvendi vren me shqetësim se kërkesa e prokurorisë speciale rrezikon të krijojë një shtrembrim të rrezikshëm të historisë. Nga kjo foltore u drejtua dhe një kërkesë për dhomat e specializuara. Kërkesën drejtuar dhomave të specializuara në Hagë, komunitetit ndërkombëtar dhe institucionet drejtësisë ndërkombëtare që deklarojnë pafajësinë e Hashim Thaçit, Jakub Krasniqit, Kadri Veselit dhe Recep Selimit përmes një procesi të drejtë dhe të panshëm. Projekt rezoluta u propozua në seancë nga kreu i grupit socialist Tauland Balla. Kërkesat e prokurorisë speciale në Hagë, në rastin në fjalë, varionin mes 18, 20, 22, 23 vjet. Vetëm njërin gjeta, po këtë nuk e gjeta në krimet e Kosovës, po gjeta krye kriminalin e Europës pas luftës dytë botërore, Ratko Mladić, ndaj të cilit kjo prokurori kishte kërkuar po 45 vjeç. 45 vjet. Rezoluta thekson mbështetjen totale ndaj luftës çlirimtare të Kosovës kundër regjimit të Miloševićit dhe gjithë politika të majtë të djathtë, dënuan një zëri kërkesën e prokurorisë në Hagë për dënim me 180 vite burgim për 4 e krerëve të UÇK-s. Për pafajësinë e krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës janë duke folur në Hagë edhe mbrojtja e këtyre të fundit. Sot ka vazhduar pra avokati Kadri Veselit, i cilin deklaratën përmbyllëse e ka çmontuar prokurori. Paraqes disa prej tipareve. Me të nisur seanca, fokusi i lulit të UÇK-s ishte tek ekranet që kishte para vetës. Aty paraqitej fjala përfundimtare avokatit Rodney Dixon kundër pretendimeve të zyrës së prokurorit të specializuar për 4 e UÇK-s. Avokati Kadri Veseli deklarimin që e nisi një ditë më parë e vazhdoi edhe këtë ejte me një kërkesë për trupin gjykues. Të nderuar gjykatës, ju si gardianët e shtetit ligjor tani në fund të këtij gjyqi të gjatë i keni në duart argumentet e ZPS-s kundër zotëri Veseli dhe ju jeni ata të cilët do ta pengoni këtë përpjekje të kotë të ZPS-s me qëllim që të mos shtrembërohet drejtësia. Se sa absurd janë akuzat e prokurorisë, avokati Dixon krahasoi me një shembull të ministrit të mbretit Louis XIII të Francës e me një tjetër në SBA.
Fjalët e kardinalit Richeli mbeten shqetësuese edhe sot, i cili thotë se po të m'japësh 6 rreshta të shkruar nga dora e njeriut më të ndershëm, unë përsëri do të gjej diçka për të cilën do ta çoj në varje. Për shembull, në Amerikë një prokuror mund të ngrejë një çështje edhe kundër një sanduiçi me përshut dhe ky rrezik ekziston gjithkohën gjatë një lufte guerile. Avokati Veselit kërkoi kujdes nga gjyqtarët gjatë marrjes së vendimit se kujt vendosin t'ia falin besimin. Gjykata të mbështetet në pjesë të caktuara të dëshmitarëve për të dhënë vendim fajësie për të fshimit të arsyeshëm, e për të tjerët të thotë se nuk mund të besohen në asnjë aspekt se ka pasur persona që kanë gënjur në betim, duke mos ju thënë të vërtetën. Dëshmitë e gjithë atyre që dëshmuan kundër klientit të tij, avokati britanik i quajti si të kota. Prokuroria nuk ka asnjë çështje kundër Veselit dhe duhet të shpërndahet në të gjitha çështjet si në cirk, dëshpërimi të bën qesharak. Kur nuk ka prova, provat janë vetmja rrugë që duhet ndjekin prokurorët. Nëse nuk ke prova, mos ngrej akt akuz. Standardet nuk duhet të ulen për pretekstin e luftës për drejtësi. Personat që mund të kishin dhënë prova, çuditërisht asnjëherë nuk janë thirrur si dëshmitar. Dëshmitar sipas ZPS-s pretendojnë se klienti im ka qenë i përfshirë në vepra penale, nuk janë thirrur. Kanë thirrur persona që kanë dëgjuar fjalë nga palët e dyta e të treta. Nuk kemi asnjë fjalë të drejtë për drejtë përveç fjalëve të kota. E në ata që bazohet ZPS-ja u tha se nuk u pan asnjëherë në gjykatore. Dëshmitarët kryesorë tek të cilët janë mbështetur akuzat e prokurorisë kundër Kadri Veselit nuk kanë dëshmuar asnjëherë në këtë gjykatë. Ani pse njëri prej tyre ka folur shumë në media, por përsëri ZPS nuk e thirrri atë. Ani pse ende mbështetet tek ai. Të tjerët që ishin prezent patën vetëm fjalinë, nuk di të përbashkën e deklarimit të tyre. Kur dëshmitarët vinin këtu dhe thonin se unë nuk di asgjë për këtë temë, besoj gjyqtari ju kujtohet se sa herë ka ndodhur kjo dhe se sa herë unë qëndroja në këmbë në kundërshtim të pyetjeve. Avokati kryesor i Kadri Veselit përmendi edhe rastin kur roja i Burgut u bë prokuror në çështjen ndaj tyre. Kemi pasur një person që ka qenë roje i të akuzuarve në Burg, ka pasur qasje në qelitë të tyre dhe më pas u bë prokurori i tyre dhe ka ardhur i ka akuzuar ata këtu në gjykatë. Ndërkohë dëshmia e tij është quajtur dëshmi e dëshmitarit. Ky prokuror e të tjerët para tij u bazuan në shumë dokumente e prova me origjinë nga Serbia, e që edhe këtu avokati kërkoi kujdes nga gjykata. Ju nuk mund ta injoroni atë çfarë ka bërë Serbia, sikurse Serbia të ishte thjesht dele që ka lënë gjatë natës. Autoritetet serbe dhe mbështetja atyre për këtë gjykatë po ashtu duhet të merren parasysh në veçanti kur flitet për qëllime forenzike për vlerësimin e provave që ata i kanë dhënë gjykatës. Në mbyllje të fjalës së tij, Rodney Dixon kërkoi edhe një herë lirimin e Kadri Veselit nga akuzat e shpikura të prokurorisë. Zotëri Veseli meriton një vendim të drejtë e të duhur. Ai duhet të lirohet dhe të shpallet i pafajshëm për të gjitha akuzat. Nëse veprohet ndryshe, do të ishte padrejtësi e madhe. Deklarimi i avokatit të Veselit i lodhi ata të cilët për shumë vite po mundohen të ndryshojnë historinë e lavdishme të UÇK-s. Për historinë e lavdishme të ushtrisë ligjore të Kosovës, do të flasim në pjesën e dytë të këtij emisioni. Tash me mua në studio është ministri i punëve të jashtme, zoti Petret Selimi. Petret, mirë se jeta. Mirë se jeta. Faleminderit shumë që je pjesë e emisionit frontal. Mbani përshtypje mënyra që ke prezantuar prezencën tonë në emision. Ke treguar që do të jesh këtu në emision dhe thu me bisedu për mbarvajtjen e gjykimit në Hag, paraqitjen ofenduese të prokurorisë dhe mbrojtjen epike nga avokatët e presidentit Hashim Thaçi, Kadri Veselit, kryetari Krasniqi dhe Selimi. Pse ofenduese? Besoni kurdo që ka këto 3 ditë apo u bën një javë tash të paraqitjes finale të prokurorisë, edhe paraqitjes që po vazhdon tash të avokatëve mbrojtës, edhe nëse nuk jemi tifoz, se kjo nuk është futboll, jemi të folur për jetë të njerëzve në burg. As nuk është partizanllëk, po nëse shikojmë me një gjakftofsi edhe me një objektivitet, ka pasur shumë elemente tek prokuroria, të cilat fatkeqësisht e kanë konfirmuar krejt dyshimet edhe krejt frikën që kemi pas kurdo që ka përcjellur. Besoj që qytetarët e thjeshtë të Kosovës që janë të brengosur kur të shikojnë lajmet nga Haga, edhe ndoshta është përfaqë mas mirëtin e 2-3 elemente që i kisha cek. E para, fjalia e prokurorisë që pavarësia e Kosovës jo vetëm që nuk i ka përjashtu krimet apo ndërmarrjen e përbashkët kriminale, siç quhet UÇK-ja apo shtabi i përgjithshëm UÇK-s, po ka qenë edhe mjet me të cilin o synu që UÇK-ja ta merr kontrollin e dhunshëm mbi Kosovë. Kjo e çet një pikpyetje shumë madhe midis në këtë objektivin
edhe keq luftën çlirimtare të Kosovës. Domethënë pavarësia nuk pas ka qenë qëllim, por ka qenë mjet sinistër, mjet i keq, mjet i dhunshëm për me marrë kontrollin politik me mjetet e dhunës mbi Kosovën. E dyta ka qenë pohimi absurd i prokurorit që dëshmitarët mbrojtës, shefi i forcave ushtarake amerikane në Evropë, komandanti suprem i forcave ushtarake në Evropë, generali me 4 yje, Wesley Clark, zëvendës sekretari i shtetit Rubin, zëvendës sekretari i shtetit Hill dhe shumë të tjerë që u paraqitën si dëshmitarë mbrojtës pas që kanë parashutuar në Kosovë, kështu ke shprehja angleze, parashutuar në Kosovë dhe kanë pasur pak njohuri se si Hashim Thaçi, i cili atë kohë ishte 28 vjeçar, i ka maskuar dhe i ka mashtruar të gjitha burra dhe të gjitha diplomatët dhe këta ushtarak. Kishte normalisht edhe me qindra fjali, referenca tjera, të cilat të gjitha në një totalitet e krijojnë një paraqitje ofenduese për të vërtetën historike, ofenduese për rolin që kanë luajtur këta 4 të akuzuar, por edhe të gjitha ato gra dhe burra të cilët një kanë luftuar për mbrojtjen e fshatrave të tyre, qyteteve të tyre, familjeve të tyre, për çlirimin e Kosovës nga dhuna dhe për pavarësimin e Kosovës nga Serbia. Dhe me vënu një gjykatë e cila nominalisht kinse qenë ka Kosovës, vetë me qitë pikpytje në ekzistencën e Kosovës si shtet, apo synimin e pavarësimit të Kosovës gjatë luftës së Kosovës, atëherë kush e bani këtë gjykatë? Nëse se ka bërë shteti pavar i Kosovës, atëherë edhe vetë gjykata që ka logjikisht rezultat i dhunës apo i krimeve të luftës të UÇK-s. Prandaj edhe elementi i tretë ndoshta kisha përmend kërkesa për dënim për 45 vjet për 4 themeluesit, bashkëthemeluesit e UÇK-s, të cilët një herësh qysh Bedri Hamza janë kuvend janë edhe bashkëthemelues të shtetit të Kosovës. Së bashku me presidentin Rugova, familjen Haradinaj, jemi të folë për njerëz të cilët kanë pasur rol direkt në ato që jemi ne sot lirë. Me kërku 45 vjet dënime është mas pari nuk duhen më dënu hiç. Po vetë synimi dhe kërkesa me dënu 45 vjet tregon një marrëzi nga prokuroria që barazon veprat apo aktakuzën ndaj UÇK-s, ndaj 4 të akuzuarve, me disa nga rastet më të llahtarshme historike të krimeve të luftës. Për shembull, diktatori Charles Taylor në Liberi, i cili ka qenë fajtor për 50.000 vram dhe kanibalizëm në Afrikë, ai ka qenë dënuar për 40 vjet. Milan Martici i Krajinës Serbe, i cili ka qenë komandant direkt i forcave që kanë kryer krime ndaj kroatëve. Pra nuk ka qenë me ndonjë zinxhir komandues fantom, por ka qenë direkt komandant udhëheqës për 4 vjet, i cili ka ikë 8 vjet nga drejtësia, ka marrë 30 vjet burg. Pra për shqiptarët po kërkon gjithsej 180 vjet burg, dhe kjo po ashtu ka tregu një keqkuptim pri prokurorëve, nëse jo një agjendë shumë të keqe se keqkuptim, pra një provokim, po ndoshta ka qenë një shenjë dobësisë që të kërkoj maksimumin e të nxjerrën diçka nga kjo mesele. Çfarë agjende po thu? Po agjende po them se njeri normal, prokurori normal, kur ballafaqohet me dëshmitarët të cilët kanë ardhur nga mbrojtja, fillon pak me mendu, se si ta kalibrojmë apo ta balancojmë pak aktakuzën, edhe një prokuror, nuk jam jurist, po ka shumë shprehje të cilët përdoren nga avokatët, për shembull, provat shfaqësuese, dhe kur kërkon dënimin maksimal, thu nuk ka kurfar rrethane shfaqësuese, derisa të gjitha 4 burra janë liru vullnetarisht, jo që liru vullnetarisht, po kanë votu për krijimin e gjykatës, siç e cek edhe avokati Dixon i kryetarit Veseli, tregon një agjendë e cile nuk ishte qartë, ishte ofenduese për të gjitha të pranishmit, e pa me reagimin e ashpër, brutal, u quajtur në media, të avokatit Prosper, ish ambasadorit të presidentit Bush për krime lufte, i cili ka një njohuri të thellë
të gjykimeve për krime lufte anën mban botës. Dhe pjesa tjetër pyetjes më thatë pse mbrojtje epike, besoni të mos kishte qenë çështja për jetë vdekje, për historinë e Kosovës, për të vërtetën historike të Kosovës. Mbrojtja ka pasur elemente gati filmike, seriale të Netflixit. Ishte te jetë organizume me personalitetet të gjitha që kishin diçka nga vetja në gjykim. Ishte avokati Prosper, ambasadori Prosper, që me një ashpërsi ju drejtu prokurorisë, si përquani avokatët këta përfaqësuesit më të lartë ndërkombëtar të NATO-s, të Kombeve të Bashkuara, të BE-s, të Britanisë, të këtë organizatave që kanë qenë përfshime në çlirimin dhe pavarësimin e Kosovës, si të paditun, pa informata. Ishte Luka Mishetić, avokati i cili ka kriju gati një emër legjendar, sepse qëndroi edhe mbrapa lirimit të generalit Gotovina në rastin e Kroacisë. Shumë pak njerëz e njohin që Gotovina është po ashtu dhe avokat i qeverisë Kosovës dhe kryeministit Kurti në proceset e arbitrazhës, ku Kosova deri tash i ka kursuar 1.400 milionë euro. Këto po them si referencë, sepse shumë njerëz po thonë pse po paguajmë na, ose fatkeqësisht qeveria kaluar si ka paguar fakturat e mbrojtjes, duke thonë se që na kena pagu 30 milion, 20 milion, edhe pse gjykimi ka shku për 5 vjet, edhe pse kanë pasur shumë avokat, dhe shpenzimet kanë qenë shumë të larta, por realisht çata të njëjtit avokat i kanë shpëtuar Kosovës 400 milionë euro në procese të tjera të arbitrazhës me Bankën Baltike, në rastin e pompave të benzinit dhe shumë raste të tjera të arbitrazhës që s'kan pas lidhje me krimet luftës, po që ky njeri është dhe avokat i qeverisë Kosovës dhe kryeministit Kurti në procese ku i ka fituar të gjitha. 6 procese rendi ka fituar në arbitrazh. Kjo nuk ka lidhje me procesin e Hagës, po them që është dikush që e njeh Kosovën tepër thellë, e njeh krimet e luftës sepse ka qenë në tribunalin e Hagës, pra ka një njohuri të thellë për këtë çështje që të Kosovës, jo vetëm të krimeve të luftës. Dhe ishte avokati Dixon i zotit Kadiveserit, i cili ishte një intelektual i pashoq. Referencat e tija literare, juridike, citimet që i bënte, citoj kardinalin Richelieu në mënyrë të përkryer, kur tha, kardinali Richelieu ka qenë një prokuror fetar i Francës para 200-300 vjetëve, i cili me një moment është i njohur për një fjali. Gjema një burr të ndershëm, i cili ka shkruar 4-5 fjali, edhe unë ta bëj fajtor më një herë, ta bëj gati për me vjerë në fyt. Është fjali e famshme që prokurori i cili ka synime të keqe, këqija, mund me gjithë edhe nga njeri më i ndershëm, nga secila fjali, secilin teje, meje, kujdo, mund me gjithë procese të cilët me gjimnastika juridike dhe aritmatike jo racionale, mund me kriju rastet për njerëzve keqes fajfajshëm, që shpo ndodhë edhe tash në këtë proces. Bile, ma kujtove në dje, ishte, duke di dja pardi, ishte shfaqe një video ku shihet Jakub Krasniqi tu ja uru ushtarëve të QK-s 28 nëntorin. Edhe ata e përdornin prokuroria si argument me tregu për rolin që pas ka pas Jakub Krasniqi në luftë. Njëri dol para do ushtarëve, ja uroi 28 nëntorin. Shiko, nëse dikush e ka përcjell mbrojtjen këto 2 ditë e fundit, edhe nëse hajde po themi që ata që kanë qenë pjesëmarrës të luftës kanë ndjenja subjektive ndaj UÇK-s, po nëse je i pavarur totalisht, edhe shikon çka ka bën mbrojtja pik për pik, referencë për referencë, fusnot për fusnot. Jemi të folë për një akt akuzë e cila në versionin final të saj është qaq e madhe, që është absurde mushur me citate thashëthëme, konstrukte jo racionale, jo logjike, si kjo, ja pas ka uru 28 nëntorin, ndërlidhje me situatave dhe kohrave të cilët janë totalisht anakronike. Pra kjo u çmontua mirëfillt, sistematikisht nga të gjithë avokatët mbrojtës. Nuk arrita me dëgju së fundi avokatin e ish kryetarit të kuvendit Jakub Krasniqi, i cili fatkeqësisht ka qenë në burg politik gjatë të 10-ave në Serbi dhe tash 5 vjet në moshën e shtyr, po duhet të ballafaqohet edhe me këtë katrahut ligjore, por sido që tjetë krejt këto konstrukte, ndërlidhje, ndërthurje, jënë bërë shumë për një arsye thjeshtë. Kishte pas situatë të qartë ligjore dhe akt akuzë qartë. S'kish pas nevojë me bërë gjimnastika dhe me lidh situata, momente, po i shkon, tha Diksoni,
pse nuk ka një qëndrim thjesht? Këta 4 burra janë fajtor për shkak se 1, 2, 3. Pse janë 1.000-2.000 faqe me gjetë turli dëshmitar, disa pa emna me emna, me citu turli citate, thashëtheme, akuza, shumë për cilave ne nuk i dim, sepse kanë qenë dëshmitarë të mbrojtun, pra ne këtu në studio, apo qytetarë thjesht nuk i dim që ka ndodhë, po sipas dëshmive që u dhanë, edhe sipas mbrojtjes, gati që të gjitha pas kanë qenë ose të rrajshme, ose të parancishme, ose të pa qarta në ndërlidhjen e aktakuzës me krimin. Se shikom, është shumë rëndësi kjo element të caktohet. Që kjo gjykim, de facto është shumë i thjeshtë. I ka 2 premisa, 2 baza. 1, që UÇK-ja ka qenë organizim ushtri e mirëfillt me, këto përdojtë prokuroria, me organizim ushtarak, me linjë të qartë komanduse, me kontrol mbi zona, mbi ushtar, mbi krejt rrethin komandus dhe me piramid të qartë të generalave, kolonelve, majorve, ushtarve, strukturë komanduse të pa diskutimt, do me thonë kështu, pa kufar dyshimi që ka egzistu, që o përcjell prej naltë deri poshtë. Edhe e dyta pikë e aktakuzës, kështu ta thjeshtsojmë, është që Hashim Thaçi ka qenë krye komandanti ushtarak dhe krye fajtori i krejt zinxhirit komandus. Edhe që çka ka thonë Hashim Thaçi në majet të zinxhirit komandus, e kanë dëgju general shtabi, generalat, kolonelat, ushtar, do të thonë komplet ka ekzistu diçka që quhet në ushtri zinxhiri plot komandus. Tash mbrojtja i ka 2 kundargumente shumë thjeshta. 1, që UÇK-ja ka qenë kryengritje popullore për të mbrojtur Kosovën nga dhunimet, masakrat dhe gjenocidi serb. Pra nuk ka pas zinxhir komandus sepse kanë qenë fshatar, qytetar, të cilët kanë ka pushkat, menzi kanë gjetë dikun shqipni, nuk ka pasur, do me thonë, as zinxhir plot komandus. Tash, është e vërtet që në vrullin e luftës, propaganda e jonë, gazetarëve tonë, e jonja personalisht ka qenë mu të regu që na kena zinxhir komandus, që na mujna me bafaqu Serbin. Po realiteti, të cilët ne e dim vetë, ushtarët e dim, edhe po tregojnë, edhe kushdo që ka marrë pjesë në luftë, shokët mi të cilët kanë qenë ushtarë, që ka qenë shumë pa keq organizume, që ka qenë një kryengritje popullore, e cila nuk ka qenë ushtri e mirëfillt me kazerma, me generala, me majora, me kolonela, me kreta zinxhirin që krijohet në një ushtri të mirëfillt. Edhe dyta, që Hashim Thaçi ka qenë edhe pse bashkëthemeluesi i UÇK-s, edhe pse pjesëmarrësi i ilegalës gjatë viteve të 90-ta të hershme dhe të mesme. Gjatë luftës nuk ka qenë komandant ushtarak, por ka qenë përfaqësues politik i UÇK-s. Pra nuk ka pasur rol në asmundësi fizike, sepse në shumtën e kohës gjatë periudhës së aktakuzës nuk ka qenë as Kosovë fizikisht, me jap urdhra të cilët janë zbatuar. Kosovë mundësia për me lëviz nga një zonë tjetër. Edhe ne kemi pa edhe dëshmi që si në Rambuje, ashtu në rastin e demilitarizimit, si në shumë çështje tjera kur është dashur mu bë politika, Zoti Thaçi ka qenë besuar i Amerikës, këtë tha edhe ambasadori Hill edhe Jamie Rubin. Thaçi kish pas kontrollu amerikanët, sipas prokurorisë. Sipas prokurorisë, amerikanët nuk kanë investuar në Thaçin si person i duhur politik, po Thaçi pas ka qenë krye mashtruesi dhe ka arrit vetë me 28 vjet mi mashtru krejt forcat e NATO-s edhe krejt shërbimit inteligjente, që është kërkesë absurde, domethënë edhe qëndrim absurd se që tha dhe njëri prej avokatëve më duket Prosperi, qysh domethënë Chris Hilli, 6 herë ambasador i Amerikës, delegati kryesor i presidentit Clinton për Ballkan, me eksperiencë që nga Daytoni, me 20 vjet prezencë në Ballkan, i cili ka qenë personi diplomatik i duhur për me jap raporte se amjanis luftës kundër Serbisë. Pra ka pas burime inteligjente, burime ushtarake, burime diplomatike, takime personale me aktorët kryesor. Ambasadori Hill është dashur me vendos cili është i besueshëm, cili nuk është, dhe cila është e vërteta dhe cila nuk është, ashtu që me kriju raporte finale, bazë cilave NATO ka hyrë në luftë, ka rrezikuar ushtarët e vet në luftë kundër Serbisë, ka bombarduar Serbinë, pra njëna prej lufta e vetme bombarduese në territorin e Evropës para luftës në Ukrainë ka qenë aksioni NATO-s kundër Serbisë.
Dhe ky që ka pa informuar sepse ka mashtruar Hashim Thaçi, ambasadorin me 30 vjet eksperiencë, ose shefin e NATO-s, ose atjetër, ose atjetër. Na tu i dëgjova ty sigurisht tu i dëgjova dëshmit këto deklaratat e avokatëve. Pse kemi atëherë arsye ne me pyet apo dënohen këta ose sapo dënohen këta? Nëse kemi parasysh gjithë argumentet që po i ofron mbrojtja dhe gjithë ato pretendimet e prokurorisë të cilat në momentet e caktuara po duken edhe çesharake. Frika vjen nga kronologjia se si u zhvillua gjykimi. Se gjykimi filloi me krijimin e gjykatës speciale me adresu çështjen e transplantimit të organeve të ushtarëve serb në një shtëpi të verdhë në territorin e Shqipërisë. Kjo ishte akuza e Dikmartit, e cila pastaj mori formën e nevojës për me krijimin e gjykatë. Ishte presioni jashtëzakonshëm i administratës Obama dhe BE-s mbi parlamentin e Kosovës të aprovojnë një krijimin e gjykatës, sepse akuzat për organe ishin qaq bizare dhe qaq morbide dhe aq trona, me thonë, që patjetër duhet bëhet një institucion i pavarur me ra deri në fund të kësaj pune. Po në ndërkohë si u kriju organizmi dhe si u zhvillu gjykimi dhe si u shpalla këtë akuza, ne patëm kryeprokurorin Shwendimen fillimisht, se po harrojmë se po kalojnë vitet. Zoti Shwendimen atë sa kam pas unë njohuri për bisedave diplomatike, privatisht ka thonë që ne nuk kemi peshk të madh, edhe nuk kemi në Kalla del Ponte me fillu gjykime pa pas dëshmi. E mas një le del çka del. Po, unë ndru Shwendimen edhe Jack Smith. Jack Smith i pastaj, në kohën kur Hashim Thaçi ishte në aeroplan, duke zbritur në Vjenë për të takuar me presidentin Trump, ai e shpalli aktakuzën, e cila nuk ishte e gatshme sepse kaluan 2 vjet e gjys tjera, gati 3 vjet, për mu konfirmu. Dhe më thonë, ai unë gut me shpall aktakuzën sa ishte zoti Thaçi, presidenti Thaçi duke shkuar në takim me Trumpin. Dhe ky element më njëherë i ndezi alarmat. Se momenti kur shpallet, kur njëri është në aeroplan, presidenti i Kosovës, Republikës Kosovës, presidenti aktual, ose të shku me taku me presidentin e Amerikës, një prokuror për shpallet akuzën në atë moment, me një urgjencë të hatashme, me aq urgjencë sa ne të gjithë mendonim që do fillon gjykimi shumë shpejt. Ai gjykimi edhe 3 vjet tjera, domethënë as dëshmi si kishte pas gati. Dhe këtu më njerë filluan dyshimet e para të nam publik, po jo është në atë observues të huaj, të akademikët e jurisprudencës, të njerëz të cilët të studiu këtë çështje, që 5 vjet në shku, lloji i akuzave që bë, sjellja e gjyqtarëve, të cilët nganjëherë ishin më prokurorë se prokurorët, prandaj këto çështje që ne kemi observu, na kanë shtuar një tut, një frikë që këtu ka elemente politike. Nuk po mundet na heqë Afrikë elemente politike për shkak kësaj kronologjie të hapave që i përshkruva unë. Nëse jemi fair. Kush është interesuar me dënuar Hashim Thaçin dhe të tjerat? Po shikoni tash na mund me spekulu ose me bë paragjykime ose me bë konspiracione. Unë s'kam disponim as me bë paragjykime, as me spekulu, as me jap konspiracione. Na mund vetëm me observu hapat që ka bërë gjykata deri tash. Tash ende s'ka përfundu procesi. Por thash edhe një herë, 2 pikat kryesore që ushtria shqiptare e Kosovës ka qenë organizëm i mirëfillt ushtarak me zinxhir komandues, dhe se Hashim Thaçi ka qenë kryekomandant ushtarak i kësaj, kushdo që ka observu luftën, secili dëshmitar diplomatik apo kosovar i luftës, apo shqiptar, apo në Shqipëri, apo kushdo, secili njeri i cili ka eksperiencë vetanake nga lufta, e din që nuk janë të vërteta. Këtë e thanë dëshmitarët e mbrojtjes, dhe këtë në mënyrë superbe, në mënyrë përkryer gati, e çmontoi edhe ekipi i të gjithë avokatëve të mbrojtjes që folën këto ditë. Po ende s'ka përfunduar procesi, do ne kemi tash përfundimin me fjalimet kryesore të zotit Thaçit, zotit Veselit, të cilët vetë do t'i paraqiten gjykatës besoj javën e ardhshme me 18-in. Pastaj 3 muaj gjykatësi do ta kenë kohën për analizën e një volumi të madh të dokumenteve dhe dëshmive. Shumë për këtyre dëshmive edhe një element është që sot u potencu, që ne kishim frikë se shumë dëshmi janë dhënë nga Serbia. Dhe ka pasur shumë reagime që Serbia ka jap dokumente prokurorisë. Po prokuroria gjithmonë ka thënë gjykata që fakti që dëshmit janë dhënë për një palë, do të thonë që ato dëshmi do të përdoren. Po sot avokati Dixon tha, ju tha keni pru dëshmi si pjesë të aktakuzës finale nga Serbia, të cilët janë kopje forenzike, kopje të dëshmive
po jo originale. Dhe asnjëherë nuk i keni pru dëshmitarët, autorë të këtyre raporteve forenzike dhe dëshmive. Pra, Serbia ka qenë kopje, fotokopje të dokumenteve, ato fotokopje të një shteti pjesëmarrës dhe agresor në luftë, para mendoni. Agresori në luftë ka dëshmi fotokopje pa mbështetje të testuara sekondare, primare nga vet autorët apo nga dëshmitarë tjerë okular, dhe këto janë marrë dhe janë fut në aktakuzën finale që u paraqit javën e kaluar nga prokuroria. Është absurde. Është me vërtet absurde. Sa absurde është edhe mënyra se si trajtohet gjithë ky proces dhe nga vetë prokurorët, një pamje që dëshmon këtë absurditetin. Prokuror gjykat, prokuror. Prokuror është. Po se për uniformës, po. Ka flenjë sot në seancë. Po kjo të regon seriozitetin e këtë ndërmarrjes së prokurorisë. Unë besoj që thellësisht këta profesionista që janë të marrë rroga shumë të larta në prokurori, mos ta harrojmë që mbin afër 1 miliard euro. Askush nuk e di sa janë shpenzu, po 1 miliard është minimumi që janë shpenzu deri tash në këtë gjykim. Edhe normalisht kërkosh do më aprish vetë shefin, më anal vetë rrogën, këta stafi ndërkombëtar me qindra njerëz të angazhuar në këtë ndërmarrje përbashkët juridike, mos ta quaj kriminale, edhe që në fund ju zën gjumi, sepse derisa kanë qenë shumë vigjilent me kriju materiale akuzuese, janë shumë pak vigjilent me u ballafaqu me mbrojtjen e cila ka qenë sistematike, nga njëherë profesoriale bile në aspektin e ligjërimit prokurorisë se çfarë gabime të hatashme keni bë. Keq kuptime me situata, anakronizma, për shembull, kishte sot tash në fund e dëgjova duke ardhur avokatin, duket ishte i zoti Selimit, i cili për një dëshmitar, më duket dhe i shefun, kishte pas deklaruar që ka thënë një send diku 2 mitave, po e përdora citat për diçka që ka ndodhur në 98-ën. Pra diskoneksion komplet midis kohnave dhe midis njerëzve dhe midis situatave, dhe këto fakte kanë përfundu në këtë aktakuzën finale që dorëzoi javën e kaluar. Pra, qatë shumë ka pas pika të ndryshme që në mohu në mënyrë të suksesshme nga mbrojtja, që kthehemi ashtu te principi kryesor i drejtësisë ndërkombëtare, që koncepti që duan mu denu fajtorët, anglisht thonë beyond reasonable doubt. Kjo është koncepti kryesor, bazik, fundamental, pa dyshim. Pa çfarë do dyshimi? Pra, pa çfarë do dyshimi të arsyeshëm? Domethënë fajtorët duan të dënohen përtej dyshimit të arsyeshëm. Nëse mbrojtja ka arrit me kriju dyshim të arsyeshëm në dëshmi, sepse këto dëshmi dhe apo këto fakte mund të kenë interpretime tjera posa atyre që ka prokuroria, atëherë ai dyshim i bazueshëm është i mjaftueshëm për mu liru të akuzuarit. Edhe unë besoj, edhe ata që të observu, përfshirë diplomatë e huaj, përfshirë gazetarët e huaj, që dyshimi bazuar është shumë i thellë, nuk është një pikë e vogël aty këtu, po është një hendek i madh i zi, fut i zi, me disa asaj që çka ka kërku prokuroria, edhe fakteve që kanë dalë nga lufta edhe nga mbrojtja. Ndërkohë, pavarësisht asaj çka themi dhe çka thuhet, ajo që nuk na trajton kur është pra ajo se si ne dukemi, pra pamja flet më shumë se gjithçka tjetër. Po duke qenë se një mirë Hashim Thaçin ke punuar gjatë me ta, çka tregon kjo pamje? Këto është momenti, pra është seanca e parë kur kanë filluar këto fjalë përfundimtare prokurorie, është momenti kur kërkohet ai dënimi prej 45 vjet burg. Shiko, me Hashim Thaçin kam punuar shumë vjet me të, nuk jam politik aktive asune që 10 vjet. Po kam vizituar edhe në burg disa herë, herën e fundit kam pas telefonat me të para 1 muaji, edhe kushdo që ju gazetarët e njihni mas miri presidentin Thaçi, ky ka ditë gjithmonë me gjithë humorin edhe në rastet më të rana, edhe në debatet më të rana në kuvend, ku e kanë shoh, çka si kanë thonë. Ky ja u kthej pak me shpoti, pak me shaka. Edhe i bëj ke nervoz, o kundërshtar politik. Në këtë rast, në këtë fotografi, mendoj që këtu presidenti Thaçi veç i ka dalë pak një buzëqeshje vogël se çfarë absurde ka qenë komplet prezantimi i mbrojtjes, se aty ose kime kajt, ose kime kesh, prokurorisë po. Edhe në këtë rast besoj që zoti presidenti Thaçi nuk është njëri që kurdo është fut në vaj për çfarëdo situate, po më shumë
e ka kthy në shpoti edhe në përbuzje. Se me vërtet, këtë që ka thënë prokuroria është për një përbuzje. Po shpresojmë se përfundon ky gjykim ashtu siç duhet, po shpresojmë se kjo mbetet një histori e hidhur, po ndoshta që është dashur me ndodh për shkak të presioneve që ne tash nuk mund të kthejmë kohë, po mos e kishim aprovuar gjykatën speciale, ndoshta Kombet e Bashkuara kishin aprovuar, ndoshta prokurori kishte qenë kinez apo rus. Kështu ka qenë kërcënimi i amerikanëve në atë kohë. Ju mbani mend që zonja Victoria Nuland ishte nën sekretare e shtetit, pas intervistë në RTK, ku ka thonë kështu pa kufar ekuivoke, nëse ju nuk e themeloni, atëherë Kombet e Bashkuara ka më themelu, atëherë keni rusët dhe kinezët. Kështu që me atë kërcënim deputetët, 2/3 deputetëve e votuan gjykatën, po absurde që doli, situata absurde që u zhvillu 5 vjet e fundit, ka një kosto jetësore. Ka një kosto se 5 vjet me nejtë në burg në qeli, mos mu liru se po ku në arrest shtëpiak. E mbani mend që ishin 3 shtetet e NATO-s që jepen garancione sovrane për zotë i thaqen të jetën arrest shtëpiak në teritorin e tyne. Nëse keni frikë që ky ka ndikim në dëshmitar, hajde le të vjen në shtetin tonë, edhe normalisht me polici, me arrest shtëpiak. Po as atë nuk e lan gjykata. Edhe këto janë disa elementeve që neve po na shtin pastaj në këtë vargun e konspiracioneve dhe frikave që kemi që elementet politike kanë pasur një ndikim apo kanë ndikim apo shpresojmë që nuk do të kenë një ndikim të ardhmen kur përfundon procesi. Sot Parlamenti i Shqipërisë ka miratuar një rezolut pra në mbrojtje të UÇK-s të liderëve të luftës së dhëtpaqes, po ashtu sot Parlamenti i Kosovës pritet ta bëjë një gjë të tillë. Çfarë ndikimi, sepse jemi në fund kësaj bisede, çfarë ndikimi mund të ketë, ose mund të ketë ndikim rezoluta të tilla? Shikoni, unë kam vërej 3 ditë e fundit, se jemi të sinqert. Zonja Osmani, presidenti Osmani, nuk është që është shpreh për këtë gjykim këto 4 vjet, 5 vjet e fundit. Zoti Kurti apo Kuvendi i Kosovës nuk është që është shpreh për çka po ndodh në Hag këto 5 vjet e fundit. Jemi sinqert. Ministri i Drejtësisë, që është tash kryetari i Kuvendit, i ka shpalos publikisht të dhënat financiare për mbrojtje, derisa e ka mbajtur sekret të dhënat për urën në Mitrovic, edhe ka ngadalësua dhe i ka zvoglu fondet e mbrojtjes, por së paku këto 3 ditë e fundit u pa që prokuroria me fjalit e veta, me provokimin e vetë, prokuroria me sulmet e veta ndaj vetë pavarësisë së Kosovës dhe UÇK-s, krijoi një moment hidhërimi të qytetarët. Kërrejt rrjetet sociale u kallën, 45 vjet, pavarësia është produkt i kriminalitetit, edhe unë besoj që edhe kryeministri tash prezent Kurti, edhe presidenti Osmani, e cila dje u takua me organizuesit e marshit për drejtësi, e kanë pa që populli është kogja i brengosur, njerëz janë nervoz, që kjo situatë nuk është më në nivelin e polarizimeve politike, edhe është për të përshëndet që në Kosovë, në fund të procesit, të gjitha partitë politike sa po shoh unë, e kanë kuptuar që duhet me jap një zë të unifikuar, të qartë në përkrahje të themeluesve të UÇK-s dhe themeluesve të shtetit të Kosovës, të cilët janë sot në Hag. E njëjta ndodhi në Shqipëri, ku demokratë dhe socialistat nuk pajtohen për shumë gjëra, mos themi për kur gjë heq, po sot votuan një zëri me një tekst rezolutës që ishte kogja i ashpër dhe kogja kërkues për lirimin e tyre. Pra nuk ishte aty më dyshje, po kërkojmë drejtësi neutrale, ishte një tekst. Edhe zoti Rama ka qenë fantastik këto ditë. Ai ka qenë fantastik ton kohën. Vazhdimisht është, disa thonë për shkak miqësisë me Hashim Thaqin, po unë besoj që kryeministri Edi Rama megjithatë është një patriot i madh. Megjithatë e kupton rrezikun narrativ që ka çfarë do akuze të tillë, sepse një pjesë akuzës përbën edhe çka ka ndodhur në Shqipëri. Akuza për shtëpinë e verdhë, për organe, për burgje të UÇK-s në territorin e Shqipërisë në vitin 99-98, kur Shqipëria sapo ka përfunduar një luftë gati civile dhe ishte në kontroll të NATO-s, sepse forcat e NATO-s ishin në aeroportin e Tiranës, në shumë zona në veri, prej atyshit koordinoi lufta në Kosovë. Prandaj gjykata speciale nuk e ka godit vetëm Kosovën, nuk e ka godit vetëm UÇK-n, po e ka godit shqiptarët, e ka godit Shqipërinë
Edhe si Edi Rama, ashtu në këtë rast edhe opozita në Shqipëri u treguan taman dozën e duhur të patriotizmit, të dashurisë, të mbrojtjes interesave të të gjithë neve. Edhe po shpresoj që edhe nesër Kuvendi i Kosovës do të tregon maturin, pjekurinë sonte që ka po sonte Sansa për ta votuar këtë së paku në këtë pikë jemi përbashkët. Së paku në këtë pikë. Me vonesë, edhe po shpresoj që kjo do të derdhet pastaj në veprime konkrete, se rezoluta është një, po buxheti i Ministrisë të Drejtësisë, departamenti që i mbron avokatët financion është sen tjetër. Kështu që po shpresoj që nuk mesim vetëm fjalë, sepse Kroacia Gotovinën i ka pagu $50 milion për mbrojtje. Besoj mbështetja tash e Ministrisë së Drejtësisë do të jetë edhe më e madhe sepse është zonja Donika. Mos më shtim e komentu se po du në shpirtin në atmosferën e bashkëpunimit edhe kalimit të rezolutës. Unë jam deputet, s'kam qenë në politikë shumë gjatë, po shpresoj që rezoluta kalon nesër një zëri, edhe që rezoluta pastaj pasohet me veprime konkrete, të cilët së paku luftën betejën në Hagë e ndajnë për polarizimit të brendshëm. Zoti thotë që nuk është kryetari PDK-s atje. Zoti thotë që as Zoti Veseli, as Krasniqi, as Selimi nuk është i vendosur. Ata janë atje si UÇK, edhe kushdo që ka dëgju prokurorin e ka kuptuar që krejt UÇK-ja është në akt akuzë. Nuk janë individ. Ata thonë një farë fjalie, një moto, ne i dënojmë vetëm individet. Por kushdo që ka dëgju referencat me mira, me 10 mira referenca për UÇK-n, e din që e tërë UÇK-ja është në akt akuzë. Prandaj, duke qenë që UÇK-ja ka themelu këtë shtet, besoj që ata që dojnë këtë shtet do ta bëjnë veprimin e duhur në të gjitha aspektet, jo vetëm formal deklarativ, po edhe konkret administrativ, financiar, politik, diplomatik. Për fund se përmendet që para një muaj ke folë Mashim Thaçin, çka të tha? Zoti Thaçi është edhe në telefon shumë në atmosferë të mirë, edhe është shumë pak njerëz e paramenojnë që kur je në burg s'ki internet lexon shumë. Je i parapagun New York Timesin, Washington Postin dhe Ekonomistin, edhe unë ku pas një shkrim në Ekonomist, revistën angleze, një editorial para 2-3 muajve, po s'ka qenë për këtë çështje, ka qenë për gazën edhe Kosovën, edhe ma botu në anglezët, edhe kë tha ta kishim vizatu mirë, tha në karikaturë atje në Londër. Tash në për një moment hupa se disha çfarë karikaturë, e më të kom pas në Ekonomist. Tash ku se sa kish ndodha ajo. Tash ku lexohet ta ti tha nderum ta po harron tha që unë këtu tha kom një librari edhe u kputa tu lexu tha kështu që unë para këtë tjerë e kom lexu atë shkrimin tën. Folëm pak për futboll, folëm pak për situatën politike, natyrisht kuadër kufizimeve që ai ka sepse po është shumë mirë informuar, është për këtë botën që ato ndodh, për në Kosovë që ato ndodh, edhe ka një s'po duhet me përdor fjalën sportivitet se është shumë banale në situatën që është ai, po e ka megjithatë një optimizëm që situata do përfundon ashtu që duhet. Çka po vjen keq, pi tregoj një element tjetër të vogël, që ndoshta për keq përdori pak, po ka qenë pak zemërthyese për mua. Ishim më udhtim me familjen time dhe u kthym, ishim jashtë diku këtë ditë, edhe në aeroplan i pash fëmijët e Kadri Veselit, kryetarit Veseli. Unë si kom pa më ty, shpaku të gjithë, atë djalin e shoh kanjëherë, ishin rritë shumë. Disa për tyne kanë pas 12-13 vjetë. Edhe kryetari Veseli o ka një njoftën që fëmijët e vet i ka bërë detyrat të shtëpisë me ta. Ka qenë shumë i afërt dhe shumë edhe tash ti je shef që një bab i ka humbur 5 vjet jetës. Edhe s'ka mundë me kalu momentet më të kur të rritën fëmijët. Se kur ban burra zhdukën edhe gra martohen në shkepën nëpër dyja, por çaja periudha kryesore formative e fëminisë, familjarë të gjithë këtyne. Ju kanë vdek prindërit, ju kanë vdek vllaznit, kanë pas raste as në vorrime si kanë lënë me shku. Pra krejt këto elemente e kanë bërë një proces që ka qenë pikë së pari jo njerëzor, jo human, sepse jemi të folë për presidentin e Republikës, themelusin e shtetit të Kosovës. Sjellja e gjykatës së Hagës, gjykatës speciale, ka qenë absolutisht disproporcionale edhe pa kurfar respekti minimal mbi institucionin edhe historinë e Kosovës. Edhe si të tillë, prokuroria ka bërë vetë grupën politike, grupën morale. Që ta prokurorët, ta gjykatës, varësisht që del, po prokurorët sidomos
nuk është se do të kenë ndonjë karrierë të madhe të bujshme, sepse do të jenë të quajtur si të dështuar këtë proces. Unë të falenderoj shumë që ishte në emisionin frontal. Faleminderit juve shumë. Faleminderit ju të nderuar shikues që keni qëndruar me emisionin frontal, këtu po japim fond për sot.